super astronomik, kur them shifra astronomike, pra qëndrojnë në mënyrë të çrregullt dhe jashtëzakonisht jashtë limiteve tona. Ky është shqetësimi. Unë them ta ruajmë limitin, nuk them të shmangim përgjithësitë në punë apo mos pajisemi me informacione ose mos të informohemi për ngjarjet e përditshme, por jo 3 deri në 6 orë në ditë. Është absurde kjo. Po të lutem, ja shiko tash, u dorëzove. Po në pranaj që rrigo që shumë telefona, është e pashmangshme. Po, Rone, nëse flasim pikrisht të kjo, apo bëjmë më dembel një farë forme trurin, duke ja lënë çdo gjë teknologjisë, duke ja lënë çdo gjë telefonit me mbajt mend? E thash pak më parë, ne kemi krijuar një lidhje varësie me mjetet teknologjike, me aplikacionet e ndryshme, dhe shembulli konkret e fakton këtë. I ke 100 aplikacione të hapura telefon. Aksesohu te tjetri, lere tjetrin të hapur, futu tek tjetri, pastaj tek tjetri. Çfarë ndodh me trurin ton? Përfiton shumë informacione, por duhet të arrish shkallën e optimizmit që t'i selektoj informacionet më të rëndësishme. Dhe ndodh shpeshherë që ato informacionet e rëndësishme nuk selektohen, nuk përpunohen, integrohen disa informacione të parëndësishme të cilat ndikojnë në